Skema e paqes fiskale nuk ka ngjallur interesin e pritshëm të bizneseve në muajt e parë të zbatimit të saj. Sipas të dhënave të bëra publike nga Ministria e Financave, deri tani janë regjistruar 62 aplikime, ndërsa vetëm 19 biznese kanë përfunduar procedurat për lidhjen e marrëveshjes me shtetin. Sado të jenë këto sektor, me 19 kompani, siç e kuptoni, pesha është relativisht shumë e ulët. Në lidhje me 19 marrëveshjet, pra ajo që mund të them, sepse edhe unë nuk se kam marrë numra apo kam numra para me për këtë, po ishin të shpërndarë pothuajse në gjitha sektorët, nuk është se kishte një sektor të saktuar, nuk është ajo që mendonin se shumë analistë thoshin do përfitojnë ndërtimi, pothuajse ndërtimi nuk është përfshirë fare ose në një ose dy kompani maksimalisht, ndërkohë që pjesa e dakordësisë paraprake për këstet ishte një vlerë që nuk është se ishte një vlerë për të vënë. Kemi në tregti 8, në shërbime 3, në prodhim 4 dhe në ndërtim 4, pra për një total prej 19 marrëveshjesh. Ndryshe nga paqja fiskale, më i larti ka rezultuar interesi për skemën e faljes së detyrimeve tatimore dhe doganore. Sipas Ministrisë së Financave, deri më tani janë përfshirë detyrime me gjoba me vlerën e rreth 416 milion euro. Institucioni vlerëson se ekonomia shqiptare ka shfaqur performancë pozitive dhe gjatë gjysmës së parë të vitit e ndikuar ndër të tjera nga proceset e rivlerësimit të pasurive, i cili ka gjeneruar rreth 50 milion euro të ardhura. Sipas parashikimeve të Ministrisë së Financave, do të ketë deri në fund të vitit një rritje prej 4%, ku padyshim sektorët me kontributin më të madh janë sektori i shërbimeve dhe sektori i investimeve, qofshin to private apo publike. Parashikimi ynë është që deri në fund të vitit 2026 prodhimi i brendshëm bruto të arrijë në nivelin e 29 miliard eurove, ndërsa, ashtu siç kemi thënë dhe më herët, deri në fund të mandatit, pritshmëritë tona janë që prodhimi i brendshëm bruto të shkojë në masën e 35 miliard eurove. Në të njëjtën konferencë, drejtori i përgjithshëm i doganave Besmir Beja deklaroi se administrata doganore po vijon për arfërimin e legjislacionit dhe procedurave me standardet e Bashkimit Evropian, me synimin për të përmbyllur kapitujt përkatës të negociatave deri në vitin 2027. Mua shpeshherë më vjen mirë të them që dogana shqiptare është në pararojë të proceseve integruese. Shqipëria sigurisht do jetë vend kufitar i Bashkimit Evropian dhe dogana shqiptare do jetë doganë e gjithë Bashkimit Evropian. Megjithatë, treguesit ekonomik paraqiten pozitiv. Ministria e Financave pranoi se inflacioni gjatë 6 mujorit të parë ka arritur në 2.7%, indikuar edhe nga zhvillimet gjeopolitike. Për këtë arsye, autoritetet nuk përjashtojnë mundësinë e rikthimit të bordit të transparencës për monitorimin e çmimit të karburanteve, nëse situata në tregjet ndërkombëtare do të ndikojë një mas të tillë.